Një fotografi, masha të keqen. Shumë faleminderit për mitpritjen e për gjitha. Atëherë, e bashkoni protestën Tirana po. Kjo është e qëllimi. Ne kemi lançuar këtë protestë nga Britania, aty ku është tempulli i demokracisë, ku ka një traditë shekullore. Kjo është java 3 sot që protestojmë në Londër para ambasadës shqiptare dhe vim me një qëllim me organizu diasporën dhe për të larguar nga pushteti parin e cila e ka marrë pengat dhe unë. Ka 36 vite që na qeverisin në mënyrë jo të drejtë. I kanë largu, e kanë shpopullu Shqipërinë. Kemi ardhur me bashku zonin me qendrështar, me i largu nga pushteti ato që po largojnë shqiptarët, që ka 36 vite që largojnë e që vazhdojnë të largojnë shqiptarët. Ne kemi ardhur me kërkesa shumë të qarta për me qartësu objektivat e protestës së Tiranës. Kërkojmë ndërheqjen e qeverisë pa kushte. Kërkojmë që të mandatohet një qeveri teknike e cila ta udhëheqin atë dheun për 12 muaj derisa të realizohen krejt proceset demokratike. Ato çfarë i kemi lënë mes në vitin 1991 duhet të realizojmë në 2026. Qeveria teknike e cila duhet udhëheqë atë dheun për 12 muaj duhet të mandatohet. Qeveria teknike që duhet të drejtojnë atë dheun për 12 muaj duhet të mandatohet. Një, që ta çojnë vendin në zgjedhje dhe të ndryshojmë kodin elektoral nga kod elektoral proporcional në kod elektoral proporcional kombëtar, i cili garanton dhe bën të parazvleshme votën e çdo shqiptari, nga Saranda në Tropoj, nga Korça në Shkodër. 2. Duhet him me listat hapura, sepse ajo çfarë kemi parë tani këto çojnë jeni çerë, këto çojnë shërptor në parlament, të cilët çojnë kartona dhe ulin kartona, edhe kur votohen në parlament ligje, të cilët janë në dëm të shoqërisë dhe dheut. Ne duhet të çojmë në parlament deputet të cilët kanë principe dhe moral, deputet të cilët munden me akthy parlamentin vlerash në parlament funksional, sepse ajo çfarë kemi parë 36 vite nuk është eksakt çfarë shërben dheut. 3. Duhet të garantojmë që numërimi të bëhet elektronik dhe jo me fanatik partizan partish, të cilët ne i deformojnë zgjedhjet dhe kemi pa përçutnim zgjedhjes në 36 vite. Pra të kemi numërim elektronik siç e kanë vëllezërit tonë në Kosovë, që të kemi zgjedhje të ndershme, të rregullta dhe rezultatet të dalin kohë rekord. 4. Duhet bëhet depolitizimi i mirëfillt administratës, që administrata mos të përdoret më në zgjedhje, të cilët ndikojnë në rezultatet e zgjedhjeve. Dhe me gjitha, kjo qeveri teknike duhet mandatohet që të bëjë një auditim të plotë, sepse statistikat tojnë që në 200.000 në punë civil që ka sot Republika e Shqipërisë, 80.000 janë patronazhistë, të cilët paguhen pashku në punë, dhe këto njerëz janë patronazhistë të cilët deformojnë zgjedhjet. Dhe e katërta, kërkesa fundi është që të kthehen dhe i herë mekanizmat e referendumit.
demokracia direkte, që nëse nesër do kemi një kryeministër që kërkon me marrë terren, si kryeministër autoritar me anë të mekanizmave të referendumeve, ne mundna me ja çurnit kartonikus dhe me ja nal turrin kur ato propozojnë ligje në dëm të adheut. Ju falenderit. Raman Buko Istanbul. Nga mënyra e Gjermanisë jemi sot këtu për t'i dhënë shtetje gjithë atyre trive që sot që gjatë këtyre 20 ditëve ndodhen në Tiranë dhe për t'i dhënë një mesazh qartë qeverisë që ka ardhur momenti për t'i dhënë Shqipërisë atë që meriton, për t'i dhënë Shqipërisë një parlament të zgjedhur nga populli dhe jo nga kryetarët e partisë. Jemi këtu për t'ju bashkuar dhe nuk do të ndalohemi deri në dorëheqjen e Edi Ramës. Qeveri teknike dhe zgjedhje të parakohshme. Faleminderit. Do i bashkojmë protestat. Neve jemi qenë gjithmonë prezent në çdo protestë. Ne kemi qenë ata të protestës janarit, dhjetorit në -10 gradë, 12 gradë, gjithmonë që atë u flet, gjithmonë që nevoja flet, diaspora është këtu. Do të ka qenë, do të jetë dhe pse larg fizikisht, me zemër, me mendje, me shpirt, kemi qenë, do të jemi dhe do të vazhdojmë që të jemi. Kjo qeveri duhet të largohet, ky sistem pas 36 vite duhet të hapë rrugë, duhet të bëjë të mundur që rinia të marrë drejtimin. Ajo klasë politike duhet një orë më parë i hapi rrugë rinisë, sepse veç e ka përzën, e ka bërë të pamundur që kjo rini ky vend të eci përpara. E kanë bllokuar me mekanizmat e tyre edhe është e pamundur që neve të vazhdojmë edhe të emigrojmë dhe në ditën sotme. Faleminderit. Ne vim nga Italia, nga Anglia, nga Gjermania, nga Belgjika, nga gjitha ne. Po shqiptarët këtu ku janë? Ku janë administrata? Ku janë populli thjesht? Se s'bashkohen me ne po bëjmë me duja huga. Gjithë duhet të këmë bashkë. Jemi gjithë shqiptarë për një flamur. Faleminderit gjithë. Ne vim nga Italia, nga Anglia, nga Gjermania, nga Belgjika, nga gjitha ne. Po shqiptarët këtu ku janë? Ku janë administrata? Ku janë populli thjesht? Se s'bashkohen me ne po bëjmë me duja huga. Gjithë duhet të këmë bashkë. Jemi gjithë shqiptarë për një flamur. Faleminderit gjithë.